Ata kishën nxjerrë atë gjykatën speciale në New York, ju e dini, Amerikanët. Dhe e kanë njoftuar botën që gjithë lëvizjen anti-amerikane ne do ta godasim vetë. Po i bjem shkurt, se është më e gjatë nga ana juridike. Dhe me aq sa kam investiguar unë, nuk kanë shkel në një të drejtë ndërkombëtare, sepse është rrezikuar vetë Amerika. A më kupton? Ka një konflikt midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Venezuelës, Maduros. Ky diktator. Tani ku e gjen të drejtën, ku e gjen, më fani, atë kurajon civile ose të qytetërimit? Rusia që mbron një diktator. Shëndsi ka, se është komunist. Këtu nuk është shkelur një drejtë ndërkombëtare, ai diktator. Dhe ka pas konflikt madh me këta tjetër. E gjithë opozita shqiptare e ka parë këtë lëvizje në Shtetet e Bashkuara si një goditje të Trump ndaj udhëheqësve me prirje diktatoriale, duke bërë një paralele me atë që ndodh në Shqipëri dhe duke pretenduar dhe duke motivuar opozitën shqiptare se një goditje e tillë, një lëvizje e tillë amerikane do të ndodhte edhe në Shqipëri. Bullallëk. Dhe ai që e thot këtë, duhet të jemi realist në shpjegime. Ai që e thot këtë është non grata në Amerikë. Çfarë zgjat më bëj? Ja kanë hequr Saliut non gratën? Ja. Në NATO, në Ballkan është vetëm Shqipëria. Si mendoni ju, mund të nxjerrë non grata një antar të NATO-s? Never. Ne jemi aleatët kryesor të Amerikës në Ballkanin Perëndimor. Presidenti Amerikan deklaroi do t'ja heqim korrupsionin në Shqipërisë. Dhe me njëherë mbas kësaj ngritën SPAK-un. SPAK-un nuk e paguajmë ne. Ikni shikojni sa atje ka ekspert amerikan. Ata na i kanë bërë si privilegj, ata e paguajnë, Majnë Rogellardo, ata e paguajnë, dhe ata e kanë dhe nga ana profesionale si ekspert. Dhe ne atje kemi shpëtimin të SPAK-un. A do na i heqë gjithë korrupsionin? Unë them po. Do shikoni kontinuitetin, vazhdimsinë e arrestimeve të nivelit lartë. Marlin, do e vijojmë bashkë sepse e lash me ty logjikën e kësaj vimësie. Unë e nisa në fakt me atë që Ngjela thotë që ne forcën e amerikanëve e kemi ndjerë gjatë këtyre viteve tek veprimtaria e ndëshkueshmërisë nga SPAK-u. Tani, pa diskutim, logjika normale ta do që përsëri dorën e amerikanëve do ta ndjejmë drejt pushtetit, pikërisht tek një pushtet i cili ka mbështetje amerikane që arrin e bën këtë, se përpara drejtësi ka pasur institucionale, por pushtet për ta ushtruar atë drejtësi siç e ka SPAK-u tani, nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipërinë tonë të këtyre viteve tranzicionit. Sa i përket reagimeve politike të brendshme shqiptare, të opozitës, nuk ka pasur në dijenin time një deklaratë të Ramës sa i përket çfarë komenti mund t'i bënte kryeministri shqiptar, si mjaft kryeministra të tjerë kanë bërë, le të themi, reagimet e tyre në Evropë. Ka pasur një dalje të ministres jashtme Sfiropalit për këtë çështje dhe jo gjë tjetër, dhe kemi një opozit me Berishën në krye i cili flet për një Ramaduro e cila vijon si narrativ ku amerikanët shpëtojnë Shqipërinë nëpërmjet heqjes së Ramës me helikopter, me sa duket. Faktikisht deklaratat janë të rënda përsa i përket institucionit shtetërore, kam fjalë, nuk po merrem me individ siç mund të jetë Rama, nesër mund të jetë Berisha, mund të jenë një shumëllojshmëri politikanë shqiptar që mund të jenë në atë post. Unë besoj tek zgjidhja ligjore, pra besoj te institucionet e drejtësisë siç është SPAK-u, nuk mund të presim një zgjidhje të tillë pasi do dëmtonte rënd këtë kuazi sovranitet që gëzon Republika e Shqipërisë. Patjetër që interesi politik shpeshherë në Shqipëri e kalon edhe interesin shtetëror. Po ka nevojë Amerika të bëj këtë lloj ndërhyrje në Shqipëri për të pasur këtë kosto? Është një thriller i cili duket se është vënë në funksion të propagandës partijake
patjetër që Shqipëria... Dhe ka shanse që në një vend të NATO-s të ndodhë kjo në imagjinatën më... Nuk ka shanse ndodhi në një vend të NATO-s, patjetër që shpërtej çdo imagjinate, por hera herës kthehet në një refren të propagandës politike që mua më duket tepër i rrezikshëm për këtë pak demokraci sa kemi. Sigurisht që patjetër do isha kundër, edhe sigur Berisha të ishte në pushtet dhe opozita në njërën anë, Edi Rama të ishte edhe të shpreh që kryeministri i vendit tënd do merret me helikopter nga Republika Shqipërisë dhe do arrestohet dhe do shkojnë në Guantanamo, do jetë e rëndë për Republikën e Shqipërisë, pasi nuk ajo çka e mban shtetin këmbë është tërësia territoriale, populli dhe sovraniteti. Në qoftë se njëra nga këto tre, le të themi, njëri nga ky trinom të bie, atëherë nuk kemi më shtet. Kemi një paçavure, kemi një republikë bananesh që mbase mund të qeveriset edhe nga ndërkombëtarët, është krijuar një psikologji e çuditshme që do vinë ndërkombëtarët votojnë dhe të rrëzojnë njërin regjim apo tjetrin regjim, të paktën këtë lloj koncepti e thyen shqiptarët e Kosovës, duke përmendur këtu fitoren dërmuese të Kurtit, edhe duke patur ndërkombëtarët kundër, pra neve nuk kemi nevojë të ikim shumë larg të mësojmë çështjen e demokracisë. Demokraci perfekte nuk ka. Mund të mësojmë nga vëllezërit tanë shqiptar të Kosovës se si funksionon demokracia pa lejuar ndërhyrje nga jashtë. Qartë. Vetëm një qëndrim, Eugene, edhe Rosalb. Pse s'ka pasur sipas jush një reagim të Ramës sa i përket? Unë do ta nisja të paktën me të gjithë deklaratat e Trumpit, të cilat nuk u lexuan siç duhej në janarin e 2025-s, ku le të themi prerogativa më e madhe e tij ishte lufta ndaj të majtës globale. Dhe duket sikur kjo frika e luftës apo e rrëzimit të gjitha të majtave, apo kjo vala duket sikur efektet i ka dhënë në disa kontinente. E nisëm me Europën, kemi një rikthim të euroskeptikëve të djathtës, po ashtu kemi dhe valën e re që sapo ka nisur ndoshta në Amerikën Latine. Pikpyetja më e madhe është për t'ju përgjigjur dhe pyetjes që pse Rama nuk reagon, është ndoshta një frikë se kush do jetë next, pra kush do të jetë i radhës, nëse do të kemi një valë të tillë edhe në Ballkanin Perëndimor, apo nëse do të kemi le të themi zbulime të mëtejshme të gjithë atij rrjetit të narkoshteteve në Amerikën Latine, të cilat mund të kenë një efekt edhe në deklaratën Rosalb të Shtetet Bashkuara të ambasadës këtu, na uronte pavarësinë dhe çlirimin nga grupet e narkotrafikut. Ishte hera e parë që një sekretar shteti në të njëjtin urim për pavarësinë bashkëngjit, është e jashtëzakonshme, ne s'kemi mundur kur t'ja japim popullit shqiptar me atë rëndësi që ka pasur ajo deklaratë urim, në fakt që në të njëjtin ditë që urohet pavarësia e Shqipërisë dhe shtetit shqiptar, formësimi thuhet flitet për çlirimin nga grupet e narkotrafikut që përbëjnë rrezik kombëtar. Një mesazh i qartë do të thoja dhe për të vlerësuar pse zoti Rama nuk ka reaguar akoma, ndoshta po tregoj të kujdesshëm sepse dhe po pret cilat do të jenë reagimet, nëse do të shohim liderët europian kanë qenë shumë të kujdesshëm në reagimet e tyre, kanë nxituar të theksojnë që janë pro respektimit të ligjit ndërkombëtar, por pa saktësuar nëse ajo që ka bërë administrata Trump ka qenë një shkelje e ligjit ndërkombëtar ose jo. Kështu që kanë qenë shumë të kujdesshëm. Megjithatë sot është mbajtur një takim i Këshillit të Sigurisë pikërisht lidhur me këtë çështje dhe sekretari i përgjithshëm e ka dënuar JKB-s Antonio Guterres, e ka cilësuar si një shkelje të ligjit ndërkombëtar bashkë me vendet tjera, si një shkelje të hapur, si një rrezik të rikthimit në anarki, ka thënë ai, ku po shohim një rikthim të ligjit më të fortit dhe sipas tij pikërisht ligji ndërkombëtar ka mbrojtur dhe ka parandaluar deri më tani pikërisht kalimin në anarki dhe sulme të shteteve sovrane. Ka pasur dhe reagim nga Rusia sepse Grida mendoj që ajo që është më e rrezikshmja nga ky operacion i ndodhur që siç thash kulmoi muaj të tërë. Është do t'rregoj muskujt pjesa tjetër e botës do thuash. Sepse do të krijojë një precedent shumë të rrezikshëm nga Kina, nga
Kina tani ka një justifikim për të vepruar njësoj dhe për të ushtruar sferën e vetë të influencës, që është Tajvani dhe më gjerë. Rusia gjithashtu ka të drejtën, madje mund të në një farë mënyre ta shoh këtë qasje të Donald Trumpit, edhe pse ka humbur një aleat si Maduro në Amerikën Latine, mund ta shoh si një parafrim të qasjes së vet për të ushtruar edhe ajo të drejtën për të pasur sferën e influencës. Që do të thotë, në rast se do ta bëjnë këtë në vende të cilat janë pjesa e hemisferës perëndimore, do kenë bëjnë prapë me Amerikën. Ekuacioni çon në ajo mesazhi që po vjen është që bota po ndahet në tre sfera, hemisfera perëndimore ku dominancën e kanë Shtetet e Bashkuara. Tani Rusia pretendon të ushtrojë influencën e vet tek ish Republikat Sovjetike, Ukraina, Kaukazi, dhe pjesa tjetër i bie ti mbetet Kinës. Në këtë logjik po shkohet. Mirë, kam në lidhje drejt për drejt Felix Bachin dhe do të ndaj me Felixin duke e mirë sa ardhur në Top Story. Mirë mbrëma, Felix. Mirë mbrëma, si vëgje, faleminderit. Kam. Që ftesa e parë nuk është për një aksident ajror, por është për një operacion ajror spektakular. Por, e gjithë bota ka pasur një kuriozitet jashtëzakonshëm se si u mundsuar që hapësira ajrore e Venezuelës të mpihej, po e konsideroj kështu me metaforë, dhe të ndodhte një operacion nga qielli në atë mënyrë aq të menduar perfeksion sa i përket këtij, le të themi, ataku dhe këtij sulmi pa asnjë gabim, do ta quaja unë, Felix. Si është e mundur që se kuptuan izraelitët këtë, si ndodhi gjitha kjo? Duhet e kape që unë thash izraelitët se do të bëj një pyetje tjetër për izraelitët venezuelianët këtë dhe shkojmë aty pastaj. Okej, pyetja shtrohet shumë drejt, por për hir të profesionalitetit ne nuk na lejohet që të referohemi veprimeve konkrete në terren, përveç atyre që marrim nga raportimet në shtyp dhe të referohemi një doktrine të së drejtës që është stare decisit që thotë që ngjarjet e ngjashme gjykon mënyrë të ngjashme. Pse e them këtë? Mund ta ngrini zërin ta dëgjoj Felixin më qartë ose më qartë në studio? Na lejohet flasim vetëm profesionalisht, aq më tepër që kemi të bërë me operacione ushtarake. Do me thënë mos të pyes për pjesën e Izraelit, thua. Më pyet, po flas për raste konkret. Ne i referohemi në mendimin tim që më drejtuat, referohemi raportime që vijnë nga shtypi dhe një doktrine që ka të bëjë me gjykimin e rasteve të ngjashme që gjykon në raste ndodhi të ngjashme, gjykon në mënyrë të ngjashme. Tani, çfarë ndodhi këtu? Këtu nuk ndodhi një bllokim, një shutdown i hapësirës ajrore të Venezuelës. Këtu ndodhi vetëm një korridor, një dritare, ta përkthejmë në shqip, të cilët neutralizuan element që i lejuan flotës helikopterëve të Shteteve të Bashkuara të penetrojnë vetëm në drejtim të shtëpisë të Madurës. Absolutisht hapësira ajrore nuk u shkatrua, nuk u godit, nuk u bë. Këto bëhen nëpërmjet dy elementeve të kombinuarsh, një atak cyber attack, që atak elektronik, dhe bllokimi i radarëve me sistemin të cili është i integruar me një sit goditëse të raketave, njoftime tjera. Dhe janë goditur në mënyrë precize vetëm këto element që e kanë neutralizuar, do të përdorim fjalën mbase dhe e kanë degraduar sistemin për të çuar këtë korridor dhe nuk kanë pasur qëllim të shkatrojnë apo të godasin kështu. Luftimet që ndodhen, siç e përmendi dhe profesor Karamuç, aty ishin luftime trup me trup, një spektakël që është pjesa e sipërme e icebergut, se pjesa e poshtme është kjo që po drejtoni më, dhe në këtë shpjegim mund t'i jap që aty nuk ka ndodhur asgjësim apo prishje e sistemit mbrojtjes të Venezuelës. Vetëm është hapur një korridor, një tub, clear airspace. Si hapet një korridor ajror që mos ketë interferenca të... Është hapur, sepse kuptohet që radarët kanë një reze që të mbulojnë. Fluturimet të ulta 10 metra, 20 metra, radarët nuk i kapin. Dhe ato kanë studiuar, se flota amerikane lokalizuar në det, aty kishte kohë që bënte trajnime, stërvitje dhe shikonte, dhe kjo është merita e forcave Delta
të Shtetet Bashkuara të Amerikës që nuk shkaktuan dëme, nuk prishën, nuk goditën, nuk raketuan sistemet e trafikut kontrollit ajror e tjerë, por vetëm i çoroditën, i pezulluan. Çdo celul që të çonte deri aty që mund të jepte informacion që këtu po kalon një seri helikopterësh, ato e çarmatosen, e çaktivizuan metodat e tyre. Karamusha? Një gjë e tillë, më fal, Grita, që duhet ta prandaj përmend edhe atë që ngjarjet e ngjashme. Kemi ngjarje të ngjashme, mos hym në Irak e në kështu, po në Serbi. Në Serbi pothuajse u përdorë njëjta gjë. Nuk u prish sistemi mbrojtjes të Serbisë, po u çaktivizuan vetëm ato elementë që lejuan avionët e NATO-s që shkonin të godisin dhe mos merrshin goditje me raketa nga sistemi i tyre. Sa kohë kanë qëndruar të çaktivizuar apo të pezull apo në lufta fitohet kur menaxhon kohën dhe profesionalizmi. Ato me sekonda ishte, nuk kanë të qartë se sa sekonda që ishte që ulja zbritja, por ajo është e përpiluar në mënyrë më të përpikt, më precize, duhet për shembull 50 sekonda dhe 50 sekonda vazhdon aksioni. Felix, kam për ty pyetje dhe për Karamuçon njëkohësisht. Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuara, tha kosto shumë të vogla. I referohet cilave kosto të vogla. Dhe çfarë do të thonë këto operacione në këto nivele? Bazi që është nga ekspertët më të mirë të aviacionit civil dhe veteran, duhet të them, e tha shumë sakt. Pra, ai që përmenda dhe unë në fillim, korridori. Dhe korridori ishte me dy nivele ajrore. Niveli i parë ishin helikopterët, po helikopterë nga ata që ne i kemi njohur të teknologjisë së fundit në Pakistan për Bin Ladenin, që janë stealth, që nuk kapen nga radarët dhe janë me zhurmë shumë të ulët. Pra, vetëm kur afrohet atë mund ta dëgjosh që është helikopter. Nga larg nuk e dëgjon dot si helikopterët e zakonshëm konvencional. Dhe niveli i dytë lart ishin dhe xhemerët, goditje që bllokojnë gjithë valët në atë zonë, po ashtu edhe bombarduesit. Pra ishin në dy nivele ensemble që garantonin operacionin dhe njëkohësisht edhe depërtimin. Qartë. Dhe kjo ishte korridori vetëm dhe pse u godit baza ushtarake e Tuinos, ajo që ishte në Caracas. U godit sepse ishte shumë afër fortesës ku strehoi Maduro. U goditën pikat që mund bënin kundërpërgjigje kundër ajrore dhe me këtë neutralizim, me fikjen e dritave, kanë një avantazh shumë të madh. Avantazhi ishte edhe te vetë rojet. Ata përdorin Delta Force dhe Navy Seal përdorin ato që quhen nuk kanë hasur rezistencë gjykoj forcë, sepse kanë ndodhur në Somali në 93-shin. Në ikje ka pas rezistencë, madje dy helikopterë. Ja do ta pyes Felixin për këtë. Sipas burimeve, dy helikopterë janë goditur, por nuk kanë rënë. Okej. Pra kanë munduar të shkojnë deri në aeroplan mbajtës, ashtu me dëmtime. Avantazhi i errësirës ishte Quad Vision që ata kanë. E përdorin dhe Navy Seal, e përdorin edhe Delta Force, që janë Night Vision me kadër, pra ne thon Quad Vision, që kur bie energjia dhe është errësirë, ti ke avantazhin që e identifikon dhe e vret me njëherë. Ai në errësirë çorientohet dhe nuk të shikon dot më. Kjo ka qenë edhe shpejtësia me cilën ata kanë reaguar dhe e kanë kapur dhe e kanë futur në helikopter. Kam një pyetje, sepse tashmë jetojmë në epokën e rrjeteve sociale ku informacionet nuk janë gjithmonë certifikuara. Dhe në këto ditë ka shumë informacion sa i përket fuqisë së forcave ushtarake botërore. Sa i përket çështjes së fuqisë ajrore të Shtetet Bashkuara, ku vendoset në raport me Kinën, nëse e ke këtë informacion, besoj për kuriozitetin tënd profesional, diçka di, me Rusin dhe me forcat të tjera të vendeve më të vogla, po më të angazhuara në luftë, siç është Izraeli e tjerë, s'dua të bëj pyetje për operacionet të mirëfillta apo së paku për rankimin e forcave ajrore të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe sa zën forcat ajrore pesh në, le të themi, forcën totale ushtarake të Amerikës. Do dëshiroja të kisha një koleg nga forcat ajrore ushtarake shqiptare që mund të ishte më i azhënuar për këtë, por gjithsesi, përgjigja maksime që jepet është që forcat ajrore amerikane nuk kanë krahasim as me forcat ajrore kineze, as me ato ruse. Janë shumë avangard në të gjithë sistemin e avionit të avionics që quhet kabina e pilotit, e pajisur me radar që gjurmojnë shenjat apo që i shmangen shenjave të goditjes dhe janë në një nivel shumë më të lartë se në të gjithë globin
avionët amerikanë dhe forcat ajrore amerikane, të cilët janë të kombinuar me detashmente të cilët i kryen operacione që i përshtaten kësaj teknologjie. Nuk mundet ti të kesh një avion me një teknologji të lartë dhe ti të kesh personel detashment të cilët bëjnë këto veprimet të jashtëzakonshme, që mos përshtaten, mos jenë të adresuar të gjithë në nivelin, mund të jetë në nivelin e pilotit, edhe ai që shkon ka marr në dorëzim, sepse do janë veprime shumë të koordinuara dhe do të jetë shumë eksakt. Duhet njohësh avionin, duhet njohësh pajisjet e avionit, do të njohësh kohën e ngritjes, shpejtësisë, janë të gjitha të integruara. Dhe do të them që nuk ka të paragonim me sistemin e qoftë të mbrojtjes ajrore nga ana amerikane, qoftë të sulmeve ajrore nëpërmjet ajrit. Falenderoj Felix, qëndrome ne në rast se tani TV-on dëgjon pjesën ushtarake të situatës, por shiko, do ta përkufizoj me një fjali, sepse gjithë besoj kanë shkuar shikuesit e dentistit. Atje ka një anestezi, quhet anestezi lokale. Të bën një mpirje që të heqi, të kanë bërë amerikanët. Kanë bërë një anestezi lokale, kanë krijuar korridorin, nuk e kanë bërë për herë të parë. Pra, sot ata fuqia më e madhe që kanë Shtetet Bashkuara mbi planetin është supremacia që ata kanë në ajër. Dhe ata e kanë të gjitha mundësi të bënë, shiko, atë që bënë me Maduro, ata e kanë bërë në 20 dhjetor 89-s me Noriegën. Por atje ishte 27.000 trupa. Pra, në atë kohë, në Panama City, se generali ishte edhe, ata përdorën trupa, pati të vrarë edhe nga trupat amerikane. Pra, që e rezistencë me fort, dhe prapa ata e bënë, sepse në qoftë se kemi një narko si vërtet, ishte Noriega. Se kishte paratë gjithë karteleve, meksikane, kolumbiane, pra kurse ky ishte më tepër, se thëmë, ky ishte një tigër për letër që ishte krijuar, po për masa e vërtetë e këtij ishte pozicioni që ka, pra që kishte, dhe rezervat si vendi numër 1 në planet për hidrokarburët. Kjo e bënte të kaq të rëndësishëm. Te kjo pjesa tjetër ai nuk ishte, shiko, kuptoni, Amerika Latine i ka kaq shumë problem kartelet se s'kan ushtri. Këtë gjone njërë ushtrit Pinocheti ka qenë generali që arriti të kërëndje, ati ka patë vazhdimisht diktator. Sa e marrin fuqin ushtarakët, me njërë bëjnë grushteti, ka ndodhë në Argentinë, ka ndodhë në Kolumbi, ka ndodhë në Ekuator, pra ati është paka shumë e njëta gjithandej. Por vëndet Amerikës Latine, duke qenë gjithmonë, që kanë qenë nën tutelën e Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk kanë arritur asnjëri nga ata të krijojë një fuqi ushtarake që të përballet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sa më tepër një kloun si që ishte Maduro. Analizojmë pak sketën e Maduros, pas do shkojmë tek Noriega që ti përmende dhe disa të tjera raste që duen sjell nga... Do të shkojmë diçka tek kjo pjesa e kësaj narrativës që është krijuar këtu tek ne, se shkruaj një narrativ është edhe kështu spektakolare. Ne kërkojmë dikush edhe të bëj punën që duhet ta bëjmë ne. Por në këtë që po ndodh atje, dhe në këto 3 fuqit që tashmë po ravizojnë qartë në për planet, ne jemi të detyruar dhe kemi zgjedhjen tonë që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne edhe ata po ta kenë gabim në të timet e mbrapa. Se ti bëra të pyetën se pse s'ka reaguar Rama, po Elisës Pirapali ishte e para. Dhe mbas Rama duke ditur këtë dalldim që të ndodhte, dhe duke ditur që mund të vijë një val akuzës, sepse jo më kot ne kemi tashmë... Pra ti shikon një Ram i cili po mat rrezikun. Ne kemi familjen e parë shqiptare, e cila është certifikuar nga Departamenti i Thestarit non grata në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe kanë futur si tek organizata terroriste për narkotrafikun, dhe ne kemi parë të zyra kryeministit. Kështu që kryeministi gjëja më e mirë që bën këtë histori. Për familjet parë shqiptare? Të qëndroj larg për familjen Hysa. Pra, ti e ke tashmë një familje shqiptare atje që ai të ka futur në kornizë dhe ta ka dëshmuar qartë që kjo familje është shpallur nga organizata terroriste për lidhje me kartelet meksikane dhe për faktin se pastrohet parat e narkotrafikut në territorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra ne i kemi tashmë të identifikuar qartë, ne tashmë i dim kush janë grupet tona që janë marrë atje dhe i shohim të zgjidhjet në Shqipëri. Kjo është gjëja që na fut në valle, që ti shikon, ata që po lëvizin tonelatat e kokainës, ti ishe në fushatën zgjedhore këtu. Kjo është problemi, që paratë e kokainës atje po të deformojnë sistemin
politik këtu. Që i del edhe Amerikës ka kontrollin momentin që ti... Dhe ne tani i kemi rritur pritshmëritë, se duke parë disa lëvizje që bëjnë këtu dhe themi spaku, nuk e bën të spaku, duhet të reagojë shoqëria. Spaku është vetëm një instrument. Dhe mos harroni është prokurori, nuk është gjykata. Është prokurori. Nuk kanë shkuar akoma në gjyq, ku t'i shohim në gjykat. Pra është prokurori. Është si në rastin sot që doli prokurori i New Yorkut, ai mund t'i fusë atje ai mi akuza. Do t'i thoshte njëri plaç? Asnjë do t'i thoshte. Thash, ne në këtë rast jemi edhe sikur të mos duam ne do të jemi me Shtetet e Bashkuara, sepse me Rusinë që sa vjen e rrit peshën e vet specifike është në dëm të interesat tona. Kemi Serbinë e këtë pragu i shtëpisë. Me Kinën që është fuqizuar së tepërmi, e kemi problemin tjetër. Pra ne jemi të dënuar, thash, edhe po ta kem gabim Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo historia e të drejtës ndërkombëtare, ne pam se ç'a ndodhi në Gaza. Ukraina ka që 2014-ën, Gjeorgjia ka humbur 1/3 e territorit, e drejta ndërkombëtare ka ngelur thjesht një teori tani, e pa aplikueshme në praktik. Se në po e shohim në praktik nuk është e drejta. Që po shkelet në çdo moment. Po prevalon më i forti dhe në rastin konkret ne kemi zgjedhur të jemi me perëndimin dhe jemi të dënuar. Ose shqyr që perëndimin na ka zgjedhur ne. Se nuk e dim se sa klasa jon politike ka zgjedhur të jetë me perëndimin tani. Jo, nuk ka zgjedhur klasa jon politike. Këtu kushdo që të vijë do bëj se çati thonë ata, e kemi këtë avantazh. Pra ky nuk është dëshirë, nuk është sovranitet. 12 vite ka qenë shofer ky apo 12 vite ka qenë sindikalist Maduro? Ta analizojmë pak se si ata ngjiten atje, ai ka qenë rregull. Ka qenë dhe bodyguard. Ka qenë dhe bodyguard. Jo, për shiko çfarë janë disa komponent që nuk lidhen vetëm me drogën. Se aty dihet ato dy kartelet e famshme. Po njëri prej tyre, jo Tren Aragua, ky Soles, që ata i thoshin dielli, po në fakt janë yjet. Dhe nuk janë yjet konstelacioni, janë yjet e generalëve. Pra ata organizojnë gjithë trafikun. Pra Kolumbia, Bolivia dhe Peruja shpërndahen o nga Ekuadori o nga Venezuela, o nga Pajsori o nga Atlantiku. Problemi që ndron që këta kishin me të dhëna të tërthorta të DEA-s, të ardhura vjetore që i shpërndanin në oborrin e ngushtë të tyre, $10 miliard. 10 miliard. 10 miliard dollar. Ndërkohë nafta, me ato sanksione, me ato probleme, $17 miliard kishte të ardhura në vit. Pra këta kishin të ardhura. Këta, shikoni pra, po pra, 10 miliard merrnin nga droga, 17 nga nafta. Janë të dhëna zyrtare këto. Pra financonin regjimin me të ardhurat e narkotrafikut. Me ato teknologji. Tani, kush është problemi i këtij zotërisë këtu? Që iku me tuta dhe me shapka, i kishin bërë dhe masa trupore dhe i gjetën i blen kostum amerikanët, e nëzorën me kostum, se s'ja morën nga garderoba shtëpisë. Po pra, për të ruajtur dinjitetin si president e tjere nese, si figurë. Ose dinjitetin e tyre që nuk ka gjë që i del nga fabula e vetë. Ky ishte i pari ylli i Amerikës Latine që ju bashkëngjit BRICS-it. E dyta, në Venezuel gjen teknik, agent, instruktor kines, iranian dhe rus. Ky bëri gabimin fatal që pranoi së fundi korridorin për të furnizuar Venezuelën për herë të parë si asnjëherë tjetër, që nga ngjarja e Gubës, me raketat balistike Oreshnik me rrezet vesme veprimi. 5.000 milje ato shkojnë në Washington raketa. Se pranon amerikanë këtë. Pra krahas biznesit familjar, se i kishte djalin, ka dhe djalin trafikant këtu, jo vetëm gruan. Shumë pak është folur për djalin. Po aty njeriu më i përgodelur i oborit është djali. Se do ta flas me dy kolegë. Se kanë marrë dhe djalin, se dhe djali ka qenë. Por ç'a bëri amerikani? E para nuk pushtoi. Rrëmbeu një person, por si e justifikuan rrëmbimin? Ekzekutim i një vendimi gjykatë. Që ky njeri është trafikant, ka dalë një urdhër arresti ndërkombëtar, është dhënë shpërblimi s'po e kap njeri, do ta kapin vetë. Okej. Edhe nga momenti që e mori Delta u tërhoq, ikën bazën e tyre, ja lanë jurisdiksionin DEA. 10 miliard ku janë, Karamuço tani? Një pjesë, 10 miliard në vit, një pjesë e këtyre parave janë ngrirë në Zvicër. Shikoni, Amerika ka një krye inspektor që ta dinë këta tanët, nëse ka një lek në Zvicër. Ka një krye inspektor në Zvicër. Së pari, në qoftë se, apo kemi burime që kanë në një lek në Zvicër? Nëse kanë. Nëse, nuk e dimë. Edhe po gjurmohet. Okej, mirë. Këta të dinë diçka. Sekrete publike do t'i mbajnë prap. Ka të dhëna edhe për offshore-et, ku i çojnë këta, disa nga këta të Ballkanit, përfshirë këta tu, edhe të Zvicrës, pra ka rënë sekreti bankar, nuk është më ai që ka qenë. Kudo i je identifikuar ku i ke parat. Dhe në Zvicër ka një krye inspektor, që nga njërë ndihmon dhe spakun, të letër porosit që kanë, edhe së fundi e kanë ndihmuar, që identifikon dhe merr masat me letër porosi që bën bllokimet dhe ngrirjet. Këtë i kanë bërë këti. Gjykata e New Yorkut e Manhattanit ka çuar me një urdhër letër porosi dhe është ngrirë, gati 10 miliard janë ngrirë këti në bankat, që si kishte në emrin e tij.
Pra, e kanë të identifikuar gjithçka. Nicolas Maduro, 62-shin lind në Caracas, në 80-ën është shofer autobusi aktivist sindikatash, në 90-ën merr një lloj zgjimi politik me si pjesëmarrje sindikaliste e tij, në 98-ën vjen pushtet Hugo Chavez, në 2000-shin hyn në Asamblenë Kombëtare të Venezuelës. Asamblenë Kombëtare është pak a shumë se Këshilli Kombëtar, nuk është as i zgjedhur, por është i emëruar në një farë mënyrë, po jo i zgjedhur në kuptimin e parlamentit. Në 2006 bëhet ministër i jashtëm i Venezuelës, në 2012 emërohet pasuesi Hugo Chavez, në 2013 bëhet president, në 2018 pson kriza dhe protestat dhe presion të madh, dhe në 2026 arrestohet më 3 janar. Ky bëri edhe një gaf tjetër, e fundit që the. Ky ka bërë shumë. Ky nxori një dekret së fundi dhe tha, kush mbështet deklaratat amerikane për ndërhyrje në Venezuelë do arrestohet. Qartë. Edhe një nga më të bukurat çudirat e tij, që ti po e quan gaf, unë edhe më shumë do ta theksoja këtë, është momenti kur i drejtohet Trumpit me frika cak, po të pres këtu. Kërcimet. Me ato videot e famshme që bën buj në rrjetet sociale, që kërcente, këndonte, i bëri version këngës rock, pop. E imiton të në kërcim. I lider qesharak, që në një moment caktuar thoshte kur luft, paqe, vetëm paqe, dhe këtë fjalinë e përsëriti nga 2500 herë në një mënyrë çmundurake sipas me Rosalb. Nuk di në ndani me mua një, le themi, analizë fare thjesht, që pushteti real politik është i të shoqes jo i tij. Pra duket qartasi që ajo është një nga njerëzit më të rëndësishëm të Chavezit, është figurë politike e rëndësishme e Chavezit, martohet me të në 2013, pas vdekjes së Chavezit, duket që e merr për krau ajo Maduron dhe çon drejt presidencës si një trashëgimi e Chavezit e plot dhe si një valvur sigurie që establishmenti i Chavezit do të përfaqësohet tek ajo, jo tek ai, dhe ka një karakter të tipit diktatorial, që ajo shfaqet duke ngritur gishtin përpjet sa herë që ai duket që bën ndonjë gjë jo fiks siç e ka paramenduar ajo në publik, pavarësisht se merr 2 hapa pas në mënyrën se si shfaqet, por në fakt është 2 hapa para në kontroll të sistemit politik, në kontroll të sistemit të drejtësisë, është juriste, dhe në kontroll të një rrjeti narkotrafiku dhe legësh që e përmendi Karamuxho bashkë me të birin, ndërkohë që akuzat ndaj saj janë akuza të thella ekonomike, kriminaliteti dhe parash të zeza nga narkotrafiku. Si shikoni ju këtë figurë? Është vërtet, nëse do të bëjmë një analizë të profilit të dyve, të Maduros dhe të bashkëshortes së tij Cilia Flores, kuptohet që rolin më të rëndësishëm sigurisht duhet ta ketë pasur ajo edhe vitet e fundit, edhe pse në prapasken, sepse ka qenë aktive gjatë kohës Hugo Chavezit, ka qenë në Asamblenë Kombëtare, ka qenë zëvendës presidente e dytë e Partisë Socialiste të Chavezit, ka qenë përfaqësuesja e tij ligjore kur është arrestuar para se të vinte në pushtet, kështu që ka pasur një rol shumë të rëndësishëm, partnerja e Maduros për 3 dekada. Maduro ka qenë e cilësonin si qeni besnik i Chavezit, dhe kjo ka qenë merita e tij e vetme që pasoi më pas Chavezit, sepse nuk ka pasur as karizmën e tij dhe as aftësi, sepse Chavezin edhe e doni në Venezuelë pikërisht për karizmën që kishte, ndërsa Maduro ka pasur një profil qesharak, e zhyti vendin në krizë të thellë ekonomike, në sanksione ndërkombëtare, në paqëndrueshmëri sociale, kështu që ka qenë një figurë që nuk e ka ndashur. Megjithatë, duke konsideruar profilet e të dyve, sigurisht e shoqja ka pasur rolin kryesor, edhe në akt akuzën e Shteteve të Bashkuara theksohet, ngrihen akuza shumë të rëndësishme ndaj saj, të cilat e bëjnë fajtore se ka urdhëruar rrëmbime, vrasje, mitmarrje, ka organizuar takime mes përfaqësuesve të shtetit dhe liderëve të bandave të narkotrafikut për të organizuar transferime droge, parash, kështu që ka pasur një rol shumë aktiv, dhe në këtë aspekt mendoj që në një farë mënyre ajo ka qenë liderja e vërtet e Venezuelës. Akuzat janë këto, Eugene, sigurisht kur diskutohet për gra që janë kapo banda, është një lloj, për ne është një lloj, le themi, stepje, ta mendosh që
ka përfshirë të birin në këtë rrugë narkotrafiku me qartësinë e plot se çfarë po udhëhiqte, në fakt mund të konsiderohet si parazi gjinore. Parazi gjinore në keqësi. Unë do të shtoja shumë pak në këtë rast, do të thoja që duke patur parasysh edhe rritjen politike të zonjës Flores në këtë rast, ajo shpesh është cilësuar në politikën e brendshme si ushtare terreni dhe është cilësuar gjithmonë si ajo koka e cila jo vetëm i inicion dhe i ndërmerr këto afera apo takimet edhe të gjitha komplotet për importimin apo edhe pastrimin e parave, por e shikoj si një profil të ngjashëm në shumë vende të tjera të botës ku çifti politik nuk ndahet nga çifti romantik, le të themi. Dhe në këtë rast shpeshherë e shikojmë se si familja kthehet në një biznes jo vetëm politik, por edhe narkotrafikimi, ku aty nuk kursehen as fëmijët, po edhe fëmijët më pas përdoren si ushtar për të mbajtur gjallë të gjithë të perandorinë e narkotrafikimit dhe të gjitha nëse i shikojmë akuzat ndaj saj kanë të bëjnë jo vetëm me akuzat si këto të Maduros, por edhe me trafikimin e qenieve umane dhe të miturve siç e përmendi dhe Rosalba, pasi i gjithë sistemi i funksionimit në ato që quhen barriot në Caracas, pra i lagjeve apo ngritja e sindikatave të narkotrafikimit, patjetër ka patur një rol të rëndësishëm nga ana e zonjës Flores si një drejtuese, por nga ana tjetër edhe mbajtja gjallë e asaj, le të themi, turmës dhe të gjithë këtyre rrjeteve të milicisë apo dhe të guerilës në ato rajone. Marlind, tani do qëndrojmë ne tek kjo pjesa, vetëm tek pjesa e bashortes Maduros. Në fakt portretizimi që është bërë asaj orët e fundit është ngjashëm me Griselda Blanco. Do ta thoja mirë për që themeluesen e famshme të narkotrafikut. Unë do të pyesja ndryshe, do thoja përveç Cecilias dhe Griselda Blancos, ka personazhe gra të këtij kalibri të narkotrafikut njën tjera? Për fat keq edhe prej kulturës që kanë vendet e Amerikës Latine, gratë atje kanë marrë goxha pozicione edhe në drejtim të strukturave së mos së krimit organizuar. Po në rastin konkret, zonja fjalë ka pasur një formim jashtëzakonisht të mirë. Dhe formimi që ka patur e ka ndihmuar atë të njohë strukturën e shtetit, mekanizmit të shtetit, se si funksionon, se si përdoret ky lloj shteti që ishte ngritur në Venezuelë, është një shtet ku Chavezin e morën peng. Dhe ka qenë një ngjarje ngjashme me 21 janarin ton. Po atje në të kundërt u tha që vrasjet i bëri policia, por në fakt i kishin bërë të infiltruar nga shërbimet sekrete amerikane. Po ai u mor peng, u ngrit populli dhe u kthyen detyrë. Se kjo gjë që u bë sot mund të kishte ndodhur që në 2001-shin në Venezuelë, por reagoi populli i Venezuelës që ai mbas 48 orësh rikthyen detyrë. Se njeriu që si themi i ka shkaktuar dëm e vërtet ekonomisë amerikane, interesave amerikane është Chavez, nuk është Maduro. Maduro është pasojsi. Lidhja midis Maduros dhe Chavezit e bëri pikërisht zonja fjalë, dhe ai ishte kaq shumë e rafinuar me njohuritë që kishte, me përgatitjen që kishte, ajo arriti të krijonte një mekanizëm se nuk ka nevojë të merret direkt me narkotrafikantët. Po ajo krijoi strukturat që trafiku në Venezuelë ta bënte shteti. Të rrithte brenda shtetit. Ta bënte shteti. Ne kemi, prandaj ato quhen narkoshtete. Sepse po të shikosh Venezuelë nuk ka kartele siç ka Kolumbia apo siç ka Meksika. Nuk janë atë nivel. Pse? Sepse shteti është më i fuqishëm se kartelet dhe atë që tha pak më parë Karamuço, pra kush ishte burimi i dytë i financimit të regjimit? Ishte pikërisht narkotrafiku. Dhe ata e shfrytzuan këtë gjë, se të thash ata nuk janë Venezuela nuk është vend prodhues, është vetëm vend tranziti. Por ata krijuan gjithë infrastrukturën, dhan garanci, sepse që të kalojnë toneladat e karteleve aty, duhet dikush t'i garantoj. Po kush është garantuesi më i madh? Si themi ne që ka 4 vjet s'kapet Durrës, po dikush të garanton ty që s'kapet Durrës, ose më saktë na kapet në dalje po jo në hyrje. Po bima e kokës nuk mbyllet në Shqipëri. Pra ne se kemi prodhuar vetë, ajo diku ka hyrë që ne e kapim duke dalë. Edhe se kena kap duke, pra kjo është truri, është vërtet është shprehje që mbas tyre gjithmonë mbas meshkujve të suksesshëm është gjithmonë një grua e fortë atje mbrapa. Por kjo ka qenë vërtet truri i
i mekanizmi dhe i sistemit që është ndërtuar atje, dhe ajo e ka bërë këtë, pra duke krijuar rrafët një nga një të piramidës, pra nga maja deri poshtë, dhe fatura që ka ardhur sot është pikërisht pres në maj, se nuk është marrë direkt, nuk ka pas nevojë me se lexohet sot shkrimet që këtu i merret $100,000 në atë vend siç është Venezuela. Ato janë kështu bakshishe, nuk kanë, dhe pa ata krijuan një sistem të tërë që po lëvisnin për masat e jashtëzakonshme. Disa ishte numri i emigrantëve që kanë nxjerrë, pra që janë larguar nga Venezuela. Po vetëm Ekuadori janë gati 1.300.000. Në Kolumbi, sepse aty krizat ishin të vazhdueshme. Dhe këto krijuan këto problem. Dhe si mbaj regjimi dhe sistemi në këmbë nga idet inovative që krijon të gjithmonë ajo zonja atje mbrapa, dhe prandaj u mor bashkë me bashkëshortin dhe ne pam pastaj të veshur me atë kompletin. Se mund të kishin veshur edhe komplet Adidas, ato po ja veshën Nike, se Nike është amerikan. Kishin shapat që kishin marrë në dhomë. Po patjetër. Roli i një individi në vende të tilla mund ta çojë përdrejt gjithë vendin, sepse gjithë struktura është ndërtuar e tillë që varet nga vullneti 3-4 njerëzve. Pra një familje, mjafton një familje politike tjetër korruptuar. Vendimarrja është? Vendimarrja është aty dhe ti e çon përdrejt gjithë të ardhmen e një vendi. Si e shikon këto profile? Shoqëritë e emancipuara janë gjithmonë të prirura drejt shpërndarjes pushtetit, pra drejt një demokracie dhe jo drejt centralizimit pushtetit, sepse shteti shkon kolaps në momentin që këta njerëz, Maduro që sillej deri para pak ditësh sillej si një klon duke kërcyer, por që është interesante forma se si amerikanët kanë ndërhyrë në Amerikën Latine. Mos harrojmë që shtete si Venezuela, shtete si Kuba, shtete si Brazili, shtete si Kili janë përballur me raste të tilla. Por rasti më flagrant që mbase solli ndryshimin dhe rënjen e Amerikës Latine drejt socializmit apo komunizmit apo marksizmit ishte rasti i revolucionit kubanez në vitet 50 ku Fidel Castro dhe Ernesto Guevara ja arritën të rrëzonin regjimin e Batistës duke vendosur një regjim akoma më tegër marksist dhe duke prodhuar aty shtetin që do ndillte Bashkimi Sovjetik në detin e Karaibeve në Kuba dhe më pas ky revolucion të shkonte drejt Bolivisë, drejt Argjentinës dhe drejt vendeve tjera. Po të vim sot duhet themi që trashëgimia e Chavezit ka qenë trashëgimia shumë më e madhe se sa e Maduros. Kemi të bëjmë me një Chavez që erdhi me vota dhe me zgjedhje të lira, prodhoi një farë socializmi nacionalist në Venezuelë, patjetër që hapi probleme të mëdha. Që degradoi dhe degeneroi Maduro për shkak të mungesës formimit. Po. Me zgjedhjen e pasardhësit e degradoi duke patur parasysh se edhe në statur po ta shikosh nuk ka statur politikani. Sigurisht. Dhe në këtë aspekt Ty të qëndron që është ajo dhe jo ai? Patjetër që mund të jetë ajo, por gjithsesi koston më të madhe e ka ai që kishte edhe vullën dorë, vullën e presidentit të Venezuelës. Dy janë sot në një burg ku janë disa vrasës në Amerikë. Mund të jetë burg i përjetshëm. Dhe në këtë aspekt më duket tepër problematike rrëshitja e vendit të çdo vendi në botë në sisteme autokratësh, sepse prodhojnë këtë dhe shteti dhe populli e pson. Shteti shkon kolaps dhe populli mund të shkojë në përplasje në hapësirën e fundit publicitare dhe t'ju falenderoj ju që ishit në studio të tre duke qëndruar me Artan Hoxhën dhe Ervin Karamushën pjesën e tretë. Dua dhe një qëndrim nga Feliksi, një fare të shkurtër. Sa janë amerikanët ose trajnimet amerikane apo metodat amerikane pjesë e realitetit të aviacionit shqiptar? Në këtë rast po flasim për aviacionin ushtarak. Dhe ne të gjithë e dim që prezenca e aviacionit amerikan është në Kuçov dhe aty ushtrojnë vetë premtarinë e tyre. Sigurisht këto janë afrime që i bën ushtria amerikane me ushtri shqiptare dhe nuk kanë të bëjnë direkt me aviacionin civil. Por unë mund të i përgjigjem vetëm pyetjes tuaja që më adresuat më parë në lidhje me izraelitët, për sulmet e izraelitët, mos doshit të thonit për sulmet e izraelitët në Iran, që për të bërë një ngjashmëri operacionesh. Atëherë janë dy gjëra të kundërta, që s'kan lidhje me njëra tjetrën. Në rast se Izraeli kishte shpallur luftë Iran dhe bëri një ndërhyrje ushtarake në luftë. Amerika nuk i shpalli luftë
Venezuelës, thjesht bëri një ndërhyrje që nuk cënoi sovranitetin, se u përmend aty që panelist që jo sovraniteti nuk e cënua, nuk e pushtua territori, nuk e pushtua hapësira ajrore, nuk e pushtua në ujëra territoriale. Thjesht bëri një ndërhyrje që mund të themi marrë më shumë fjalën një menaxhment, ndërhyrje menaxheriale, të cilët do t'i shikojmë më pas pasojat që do analizojmë pa diskutim. Por nuk është ndërhyrje ushtarake, nuk është sulm. Kurse Izraeli ndaj Iranit ishin në luftë dhe natyrisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë gjithë ato potenciale për ta bllokuar, për ta shutdown gjithë hapësirën, gjithë pajisjet e hapësirës ajrore, por nuk kanë dashur. Kanë dashur qëllimin thjesht të dedikuar ndaj të marrin një të dënuar nga vendimet e tyre të gjykatave që e kishin në kërkim. Kurse në çështjet ushtarake Venezuela nuk është fuqi ushtarake. Prandaj Felix, Irani është fuqi ushtarake, nuk të lejon të bësh spektakël siç është atje, se është një vend që ka potencial ushtarak, ka ushtri të madhe. Venezuela ka vetëm ca bandita atje, kubanezi sigurisht, dhe pajisjet që ka Venezuela janë pajisje ruse, kineze, modelit vjetër, të cilat nuk kanë pësuar as mirëmbajtje, dhe personeli që i menaxhon ka rreziqa të mbrëmje që ashtu kanë qenë të pirë mbas vitit 3 dhe nuk ka pasur mobilizim, por Grida bëri një pyetje që tha për izraelitët, nuk e tha komplet, mbase unë e kam këqituar, por nuk të çova në politikë se pastaj më the të flas për aviacionin. Ke shutdowni, edhe diçka do të thoj se më intrigoi dhe analisti Hoxha, këtë që bën amerikanët, që u përmend edhe për Norvegën, kështu e kanë bërë për dinin time dhe në shtëpinë e bardhë. Një provë të tillë e kanë aplikuar brenda teritorit amerikan të Shtetit e Bashkuara dhe në shtëpinë e bardhë kanë hyrë deri në shtëpinë e bardhë me këto metoda. Ka qenë një trajnim. Sigurisht. Një trajnim. Mirë. Jam jashtë çdo minutazhe duke u falendëruar të gjithëve që ishit në Top Story. E vijojmë Artan Hoxhën dhe Karamushën, një pjesë të tretë që lidhet me aktualitetin shqiptar gjithashtu, menjëherë pas hapësirës publicitare shumë të shpejtë.